Zyrtari I lartë Amerikan, Charles Kupchan, vlerëson se Kongresi I Shteteve të Bashkuara po përpiqet të rikthejë Ballkanin Perëndimor në fokusin e politikës së jashtme amerikane, në një moment kur rajoni përballet me mungesë stabiliteti dhe ngërç politik. Sipas tij, përfshirja e Kosovës dhe Serbisë në dokumentin e aktit të autorizimit të mbrojtjes kombëtare të Shteteve të Bashkuara synon të ushtrojë presion konstruktiv mbi Prishtinën dhe Beogradin për të ecur përpara në dialog dhe për të kapërcyer bllokimin aktual duke kërkuar njëkohësisht qeveri të qëndrueshme në të dyja vendet. Ai nënvizon se Kongresi po përpiqet të nxjisë presidentin Trump dhe administratën e tij që të angazhohet në aktivisht në rajon, në një kohë kur nevojitet rifokusim serioz I SBA-s në çështjet e sigurisë në Ballkan. Trump do të përpiqet që të fusë në listën e tij të arritjeve normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Pra kemi një rritje të shqetësimit amerikan që vjen pas tërheqjes së SBA-s nga dialogu mes Serbisë dhe Kosovës dhe kemi mungesën e qeverisë së Kosovës për një periudhë të gjatë. Dokumenti e nxit kryeministrin Kurti që pas fitores së zgjedhjes të formojë sa më shpejt qeverinë, por ka shqetësim në lidhje me qasjen e zotit Kurti. Prania e Kosovës në këtë dokument synon të nxjisë Prishtinën dhe Beogradin që të ecin përpara në dialogun dypalësh dhe të tejkalojnë ngërçin që I ka kapur. Gjithashtu dokumenti u kërkon këtyre dy vendeve që të kenë qeveri të qëndrueshme. Në Serbi kemi një situatë të destabilizuar, në Kosovë kemi muaj të tërë pa qeveri, prandaj është koha që të dyja vendet të avancojnë përpara me punën e vështirë që kanë. Në Kongres, në të dyja dhomat ka shumë zyrtarë që kanë kaluar kohë të konsiderueshme në Ballkan, ndaj kemi një draft që ka ardhur posaçërisht për Ballkanin. Më parë, administrata Trump nuk kishte fokusuar shumë në aspektin e sigurisë e Europës, sikurse bëri administrata Biden, dhe kjo është një përpjekje e Kongresit për të nxitur presidentin dhe njerëzit rreth tij, përfshirë sekretarin Rubio, që të marrin në dorë këtë agjendë. Vetë Trump ka bërë disa deklarata për Kosovën dhe Serbinë, duke marrë meritat se ka parandaluar një luftë mes tyre. Tani Kongresi I kërkon presidentit Trump që të angazhohet në Ballkan pasi po shohin një tërheqje dhe nevojitet që të rifokusohen sërish në çështjet e rajonit të Ballkanit, thënë ndër të tjera ai.